në Maltëzi, por jo larg edhe në Maqedoni. Pse mendoni se rute nuk qëndroi në Serbi? Ishte shmangje e qëllëndshme e një vizite të tij në Serbi, apo është çështja agjende? Tash vështirë mendoj që tash ishte edhe vizita interesante e djalit junior Trumpit, ma e lidhi me çështjen ekonomike, kutadione, por këto misionet shuttle diplomacia ka një kuptim ndoshta edhe për te asaj. Mendoj që nuk do të interferoj shumë me protestat e brendshme që ballafaqohet tash Vučići, edhe t'ja jap them kështu një tjetë krah në këtë rast, nga se ai do të ballafaqohet me to, ma tepër mor me çështjen çfarë janë misionet, qoftë EUFOR në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe KFOR-i këtu që është substancialisht pjesë e NATO-s. Ndër të tjera, rute në Prishtinë tha që duhet të ketë fleksibilitet nga të dyja shtetet, nga Kosova dhe Serbia, dhe kompromis po ashtu. Çfarë kompromisi, si të lexohet kjo deklaratë? Në kuptim të asaj se nuk ka më qëndrim mos përfillës, në kuptim të asaj dyja palëve, ajo thirr në marrëveshjen në Bashkimin Evropian, tash establishmenti i ri që është zgjedhur pra me zonjën Kaja Kallas që do t'i prinë, por edhe zotin pra suedezit tash që do t'jetë kryet. Danezit, falë. Sorensen. Edhe kjo është që nuk do t'ketë më çështje të them të ngrira apo kryenësi njënës apo tjetrës palë. Mendoj që edhe vetë pra ardhja e presidentit Trump në vendime pragmatike të menjëhershme nuk do të ketë më fort të ndëgjohet njëna apo tjetra palë. Pra marrëveshja do të jetë marrëveshje, por ajo do të zbatohet për një periudhë caktuar. Kështu që mendoj që në këtë drejtim do të jenë shumë çështje të renditura edhe të zbatueshme në kohë caktuara, jo sikur që ka qenë deri tash që shumë nga ato marrëveshje të nënshkruara, pra nuk janë zbatuar apo janë zbatuar vetëm në formë selektive sipas favoreve. E përmendet më herët çështjen e tensioneve, por kryeministri Kurti pikërisht në ditën e epopesë së UÇK-s tha që rreziku nga një agresion i hapur ndaj Kosovës nuk është larg kufijve. Ka paralajmërime të tilla, është ky paralajmërim i zakonshëm apo jo?